Në Raven i kena katra, tartufin, kjo është një ndër produktet ma interesante të Istrës. Sa të 40 vjet i bona, gjithmonë menoj qysh me ardhë një ditë në Kosovë, ma mirë se të shtëpia s'ka. Rili Pionit, jam për 86-ës. Pola ku punu me pëm, tash përnej me senet thota ma shumë vina, rakia. Ku morë se fëmijë, pi shkollës, ta nuk kam me qëtë dhe morë. 4 vllazni jemi në Raven, i kena katra, edhe në pazar që të 3 shtonë. Fillimi shumë i ronë, ndaj se kemi nisë me punu, kemi sharru, edhe në Kosovë që besa kena pas firmë, po s'na heci, na këtë apet, quhet magi, emni i qikës, rakia liker, vaju liri, djotha me tërtof, saloma me tërtof, degustacioni që të kemë edhe me pravu, kur dënë dikush diçka me marë. Tartufin, kjo është një ndër produktet ma interesante të Istrës, ka një dy vina që s'ka, zgjinën fort, kërkon që terone bile kjo veç këto, s'ka kërkon tjetër. Malvazia është edhe në Italia, ma në Italia më rojnë tamel, këto është e thotë. S'kena punu për para me tonë, kena punu me pëmë, ma shumë. Kur erdhën marketet e mëdhaj, në aro puna, më frigun pak edhe e nisë me këto senet vendore, shkanë veç vend. Veç shpia, prodhemi shpijes. Të rista ko shumë, pi krejt onve të butës, e vërtet kështu që kemi vizitor pi krejt nacionalitetave, tartufi, krejto shka pushet që tu ndukon janë veç rrethi, piri jeke se mrena. Që kjo është krypi e tartufit, që kjo është pluhën i blum tartuf, që kjo është tartuf i bardh, që kjo është i grim, tartuf i zi, ullej dhe shampinjan, nuk ka diçka të veçan dallume, ama që kjo është e dallume edhe qëto vinat, teroni edhe malvazia, qëto janë pak ma edhe normal, i kanë vojnë ullirit super të mirë. E ka qëto që kjo në zeza e ka medalën e artë, në ndër ullet ma të mirët, vaj ulliri ma të mirin në rreth. Na jemi 4 vllazën, punojmë bashkë, dimrin s'punojnë na heq, një 5 muaj kemë në Kosovim, pushojmë në fillim nëndorit, dhe këtë në kaj 3 muaj dikun, para pashkëve dikun vina këto. Njëjtit nivel ka pas shqiptar për e mardhën edhe ma shumë se sot. Ka pasën në kohë Jugoslavis, ndërtim të ari kanë përnu shumë njës. Po kër e ka nis lufta, në 50% kanë ikë. Kanë mbet veç ata që kanë pas biznise. Që ta shkohet funit që të 50 e funit, ja kanë nis me të madhe rinja me ardhë. Për para nuk ka pas, një 10-15 s'ka pas heq. Veç natë që jemi kanë me biznise. Që tu i kam bazën, që tu i kam gjinën, që tu muj me punu ma mirë se në Kosovë, se s'kam nevoj me pas kur gjonë gjep. Veç telefoni e përdori edhe vjen molli, vjen gati jam qëtu. Që biznes e kam që një 15 vjetë, a me pëmë që 40 vjetë. Kum punu me pëmë, tash mos pënoj. A të rritë është pak maran me ju kalëzu shka qysh, se gjithë se cili e ka të rritimin e vetë, në mujtë në zvi mo heq, po të lidhë punë, s'ki qare për ardhë. Se ke bon që të rritin. Se për në ryshe, ma mirë se të shpia s'ka. Sot 40 vjetë i bona, gjithmonë menoj qysh me ardhë një ditë në Kosovë me jetu, për tonë kohën mes me dollë ngë vetë. Po s'po bëhen senet. Për para ku pas qelë një firë me vlo, s'na ka hec, apet ju më këthy.